Miqtë e mi sot ndodhen në qytetin turistik të Belshit. Ju përshëndes gjithë. Si që shihni, pemët janë të gjelbëruara. Tashme jemi në një sezon të bukur vere. Ky është liçeni i Belshit. Pra është liçeni i cili ndodhet në qendër të qytetit Belshit, sepse si që dhja tashme Belshi ka shumë të tillë, ka të më të mëdhej, ka dhe më të vegjël. Janë 84 liçene në Belsh. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt qendrës së qytetit. Fokusoja pak. Një pasdite shumë e bukur këtu sot Belsh, data është 21 maj 2021, temperatura aktualisht është 22 gradë. Shohë nga pamjet, kemi fëmijë të cilët lëzin tek lojrat cilat e vendosur në qendër të qytetit Belshit. Pra, për pak fund duhet ta mbyll audion, sepse muzika nuk më lejon që të vazhdoj më pas live streaming, kështu që
Ju ftoj të shikoni pamjet pa komentin tim, por vetëm me muzikë në sfond. Okej, për miqtë e mi, këto janë pamjet nga Belshi. Nuk e di se shikohet mirë ose gec figura, por nëse gec është problemi i rrjetit. Dikush më shkruante që bëj reportazh për Belshin, po prandaj jemi këtu sot. Kemi bërë dhe video, pra video të përgatitur për bërë reportazhin. Bashkë me mikun tim Ri Gersin, një njohës shumë i mirë i zonës, i cili edhe banon këtu. Kur lëviz varka, apo kur ka njerëz, Pra këtu qendër të Belshit, në liçenin e Belshit ndodhet edhe kjo varkë, e cila bën shëtitje turistëve. Por siç jetë nga pamja, tashmë nuk ka turistë, kështu që edhe varka ka ndaluar. Do të jetë një video shumë e bukur, e cila do të jetë detajuar mbi turizmin këtu në Belsh, sidomos e fokusuar për turizmin, por pse jo edhe për historinë, për gatimet tradicionale të zonës, për akomodimin e turistëve. Pra në këtë video, të cilën do ta ndiqni në ditët e vazhdim,
do të keni shumë detaje. Pra një xhiro me varg kushton 150 lek. Është shumë lirë, mendoj. Nëse varka do të lëvizi edhe ne do të hipim vark për të bërë një video duke udhëtuar me varkën. Por shikoj që nuk ka njerëz shumë, kështu që edhe personi i cili ka varkën nuk po bën xhiro me të. Traveler Kit, nëse na ndjek, shpërndaje pak linkun sepse telefoni im i dytë nuk ka bateri. Enzo pyet se ku gjendet Belshi. Enzo Belshi është rreth 30 km nga qyteti i Elbasanit. Pra është një zonë e cila është shumë pranë qytetit të Elbasanit. Nëse vjen nga Tirana është 70 km. Mund ta shkruash në Google Maps Belsh, edhe do të shikosh distancat ose gjërat e bukura që ofron një vizitë në Belsh. Traveler shikoj edhe opsionet, sepse bateria e telefonit tim iku. Qytetin e Beratit. Shpresoj që edhe koha të jetë e bukur si sot. Do doja shumë t'ju shfaqja një pamje cilën e kam bërë me dron pra disa minutash këtu në Belsh. Po i bëj import. Do lëviz me varg? Po patjetër. Atëherë do lëvizim me vargën. Atëherë po bëjmë një xhiro me vargën. Shikoni pamjet. Atëherë jemi në varg. Shpresoj që mos ngeci video. Sinjali internetit atëherë, siç mund ta shohim, këtu kemi edhe rrezet e diellit, të cilat favorizojnë dhe pamjen. Enzo, përshëndetje. Po pra, ana është shumë lirë. Siç e pat edhe nga fokusimi që i bëra dhe tabelës ku ishin vendosur çmimet,
Çmimi ishte vetëm 150 lekë. E duan çmimin me euro. Si që shohin, janë pamje të bukura nga liçeni i Belshit. Vetëm një kolat, po. Enzo, je i ftuar të vish, është shumë lirë. Dohet të theksoja që këtu janë edhe gatimet, janë shumë të mira, shumë cilësore, por edhe me çmim të volitshëm. Gatimet tradicionale të zonës. Nuk e di sa zgjat udhëtimi, sa minuta. Jemi nisur para 3 minutash. Falë, sa zgjat udhëtimi? Gjysore? Pra, udhëtimi zgjat rreth 30 minuta. Më falni. Është shumë lirë, vërtet shumë lirë. Falë, çmimi është i njëjtë gjithmonë apo lëviz kur ka është standard edhe kur ka fluks edhe kur nuk ka fluks? Standard. Okej. Plus kalamajt e falas. Në cilin mosh? Cila mosh? Që të 10 të poshtë. Atëherë çmimi është i njëjtë. Është po 150 lekë edhe kur ka fluks turistësh, edhe kur nuk ka shumë fluks, kështu që standard i mirë ky. Varka është ndërtuar këtu apo ka ardhur e transportuar nga Selanik? Është ndërtuar pjesa e lartë është ndërtuar këtu. Pepe, faleminderit. Janë xhirime të thjeshta, kuptohet. Janë xhirime në transmetim direkt. Pra, udhëtimi janë ka filluar diku aty.
se do ka vira një foto. Atëherë zona Belçi, zona Dubres ka një veçori shumë të madhe për pjesën që ka shumë liqene. Pra është zona e vetme që ka kaq shumë liqene. Numri i tyre është 84. Besoj se ka në Ballkan, nuk besoj se ka, por nuk e di në Europë. Ka kaq shumë liqene një qytet. Pjesa e vijës së liqenit është një pjesë ku qytetarët të ndryshëm bëjnë shëtitje, por edhe pedalojnë me bicikleta, edhe me motor elektrik. Mendoj se Shqipëria ka më shumë nevojë për promovim, sepse është shumë bukur fatikisht. Për mendimin tim personal, Shqipërisë mungon promovimi, por edhe infrastruktura deri diku. Sepse kemi zona turistike që janë shumë bukura, por infrastruktura është shumë problem. Për shembull, në këtë rast duhet përmendja pjesën e Thethit, ku për të shkuar aty është një sakrificë në vete, ose për të vajtur me ato mjete, kërkon ato mjete 4x4. Pra ka shumë kosta. Enzo, po, diçka të tillë po mundohen të bëjmë promovimin. Vajte. Javën tjetër do të jemi në një tur filmik në zonën lindore të Shqipërisë, duke filluar nga qyteti i Prenjasit, Librazh, Prenjas, Pogradec, Korçë, Ersek, Kolonjë. Më pas do të kthehemi në Përmet. Kam shumë kohë që kam planifikuar për bërë një tur të tillë, por besoj se javën tjetër do të jem andej. Sheki Lurava thot mos tregova pjesë negative. Ka, pa diskutim, ka pjesë negative edhe në New York, jo më në Shqipëri. Gjen sa të duash, por më pëlqen të pasqyroj pjesët pozitive të Shqipërisë. Enzo thotë për Vlorën dhe Porshin. Bregdeti është pjesa që unë adhuroj më shumë. Por atë do ta bëj. Besoj se pas një muaji do të filmoj të gjithë zonat bregdetare të turizmit, sepse do bëjmë dhe plazhin, por do bëjmë dhe video të tilla. Bjoka SRB mos ta sill me flamur kaq shumë sepse e morën vesh.
Nëse do sjelli flamur tjetër, okej. Jam detyruar që ta bllokoj. E kuptoj se që thot ashtu, por që atëherë u bë tamam për ta t'i bëjmë një paralajmërim, time out. Shpresoj që mos bëj veprim të tillë sërish. Mos podoroj komentet politike këtu në faqe, jam të merrem me Serbin. Okej. Atëherë pa i bëjmë hajde. Tung Serbo, të përshëndes. Atëherë vazhdojmë rrugtimin ton. Hajde të sop mishi, po pra Serbi iku ai u bë blok. Hajde Pepe, blokova. Tashme përshit, do doja t'ju pasqyroja një pamje të tillë me perëndimin e diellit. Nuk e di si duket në video. Nëse vini në Belç, ju asiguroj që të vini këtu te kjo varka, sepse është shumë lirë. Një çmim simbolik për 150 lekësh. Një xhiro për 30 minutash. Pra është shumë lirë. Do doja t'ju shfaqja një foto të cilën kam bërë me dron, sepse dëshharrova për pak. Nuk e di nëse do arrij që ta marr. Po. Atëherë po marr këtë foto këtu. Është një foto të cilën e bëra pak minuta para se të fillojë live streamin. Shikoni, kemi një lartësi droni shumë të madhe. Është 500 metra lartësi. Pra është gjushme. Udhëtimi me varkë më kujton udhëtimin që kam bërë disa herë në rrugën Koman. Fiers. Edhe aty kam planifikuar të shkoj së shpejti në atë rrugëtim Koman Fiers. Besoj se në të njëjtin rrugëtim do kam planifikuar që të bëj një video në Prishtinë. Besoj se do ta realizoj shumë shpejt. Pra synimet e mia janë që të bëj një video në Prishtinë.
Tashmë jemi afruar stacionit ku do të zbresim. Vazhdojmë edhe pak metra dhe do të zbresim. Syro që jo, po është e garantuar që do të shkoj aty Syro, por periudhën se kur do të shkoj nuk e kam planifikuar ende, sepse kam në plan që të bëj disa qytete të Shqipërisë për momentin, por edhe në Kosovë do të shkoj së shpejti. Atëherë tashmë thuaj se arritëm. Pra kjo ishte një xhiro me varg në liqenin e Belçit. Tashmë besoj se do të zbresim. Varga ka ndaluar, kështu që po zbresim poshtë. Kjo është pjesa e poshtë me vargës. Tu kemi dhe timonin e shoferit. Se shumë kemi timonin. Bashkëtojnë levat e gazit. Atëherë zbresim. Të shkofë mbarë. Faleminderit. Kemi edhe keqbërës cilët kanë thyer dhe xhamat. Fatkeqësisht. Ja, e kanë bërë. Siç shihni. Pra, keqbërës cilët kanë thyer dhe xhamat. Vazhdojmë rrugën drejt qendrës së qytetit. Unë do duhet të ndërpres zërin tim nëse ka muzikë në sfond, sepse më bllokohet live streami. Alton, vërtet për të ardhur keq. Ku shikon të tilla gjëra, se si mund të thyesh xhamin.
Pra si që shihni nga pamjet, tu kemi monumentin e herojit tonë kombëtar. Atëherë miqtë e mi, nuk po transmetoj dot me koment sepse ka muzikë në sfond dhe shumë e pamundur për mua që të transmetoj me koment sepse muzika më bllokon live streamin, muzika që përdorin kemi të mi, atëherë po vazhdojmë me komentin sepse jemi larguar nga muzika që kishim në sfond. Rasti që shihni nga pamjet. Sheki Lura, faleminderit për 4 franga zvicereane. Faleminderit shumë, me vlerësoj. Ja ku kemi edhe varkën në cilën bëm shëtitje pak më parë. Më pëlqen shumë pjesa pastërtisë këtu në Belsh. Gjëja negative që doja të theksoja
është sepse kanë dalë shumë shitës ambulant, të cilët shesin ndoshta nga nevoja nuk diskutohet, por mendoj se I prishin disi imazhe të qytetit, kështu që qendra ishte mbushur komplet me shitës ambulant. Pra një zonë turistike mendoj se kërkon pak më tepër rregull. Faleminderit që ke luara. Këtu jemi në nivelin më të ulët të ujit, pra jemi shumë afër ujit. Kemi një objekt në formë piramide me ngjyra të ndryshme, të cilët besoj se do të jenë ngjyrat që ka ujë. Pra është një objekti I bukur. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt deri në fund të shëndetores. Ditët e fundit në kanalin tonë në YouTube kemi hedhur disa video nga disa qytete të Shqipërisë, duke pasqyruar më tepër zona turistike, pra kanali do të fokusohet më tepër tek turizmi, por edhe pjesët e brendshme të qyteteve. Në sfond tash ne shohim pamje të mjeteve të cilët merren me qera nga turistët ndryshëm të cilët vinë me mjetet e tyre, por me këto bicikleta mund të bëjnë në shëtitje komplet pjesën e shëtetores, e cila është për qarkë liqenit të Belshit. Pra është një distancë e konsiderueshme. Distanca e liqenit të Belshit. Atëherë vazhdojmë dhe pak. Shëndetje. Si duket dhe nga pamjet, kemi edhe lulishten e cila është mirë mbajtur shumë. Pra këto janë pamjet reale të Belshit, Belshin të cilën ju rekomandoj ta vizitoni. Kjo është pjesa qendrore e qytetit Belshit, por ju sugjeroj që të vizitoni edhe pjesën përtej qytetit, pjesën e liqeneve. Janë shumë liqene, janë 84 liqene, por disa prej tyre janë vërtet shumë bukur. Belshi së fundmi ka njohur një rritje të turizmit. Pra ka shumë turist, sipas disa të dhënave, flitet që në ditë këtu vinte
është 2000 ca ose 3000 turistë. Pra është një numër i konsiderueshëm. Nuk më kujtohet emri i këtyre. Për momentin nuk më kujtohet emri, dikush nëse e kujton emrin e luleve, po them, ose petaleve të cilat janë mbi ujë, mund ta shkruaj. Ja, një gjë negative, bidonat hedhur në ujë. Shikoni sa pamje e keqe kjo. Shikoj që numri i ndjekësve po rritet, me ardhin edhe mbrëmjes gjithmonë kemi ndjekës më shumë. Po vazhdoj pak drejt për të pasqyruar edhe pjesën e shëndetores buzë liqenit. Siç po thoj edhe pak më parë, ditët e fundit ne kemi hedhur disa video në kanal. Shumë fansa na kanë komentuar pozitivisht për videot e reja të cilat e kemi pasqyruar në kanalin tonë në YouTube. Do doja të veçoja videon e fundit që kemi hedhur të Sarandës, e cilët duhet që ka një audiencë shumë të mirë. Mund të ndiqni këto video, mund të futeni në kanal, edhe i keni të gjitha videot aty. Në ditët në vazhdim do të ketë edhe video të tjera. Kjo këtu, mes zoq, mes të cërimeve të zoqe, gjelbërimit, liqenit, pra është e pamje vërtet shumë e bukur, më pëlqen shumë. Pas ka shumë zoq këtu. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Kjo është shëtitoria buzë liqenit Belshit. Është shëtitore që më pëlqen shumë. Si që shikojmë dhe nga pamjet, kemi edhe stolat vendosura drejt liqenit. Agimi na sugjeron që të shkojmë në zonën e Ishkënetës në Durrës. E kuptoj komentin i cili është një koment në formë ironie për të treguar që aty është shumë keq. Që të kuptohemi agim, unë jam një youtuber, pra jam një person
që bëj video më shumë për kënaqësinë, sepse jam person që pëlqej shumë natyrën. Në fund tagimin e mbyll me komentin të përgëzoj. Faleminderit Agim. Me pëlqen shumë kjo shëndetore, e cila është, siç e shohim nga pamjet, është rreth e përqark liçenit Belshit. Përballë kemi edhe mikun tim Hyri Gersin, me të cilin kemi bërë edhe një video pak minuta më parë. Hyri Gers, përshëndetje. Më ke dalë fiks as me porosi jo kështu. Pasi mbaruam bashk, Po. unë fillova të bëj një xhiro që të relakson, ka marr pak kile. Edhe Po, vetëm kjo pedonalja mund të më heqim. Po, Hyri Gers. Jeni me fat për zotin, jeni me fat që keni këtë shëndetore për qark liçenit Belshit. Është e vërtetë. Mirë, Atëherë Gers, unë të uroj me Gersin kemi bërë një video pak minuta më parë, të cilën do ta transmetojmë. Videon do ta transmetojmë besoj se këto 2-3 ditë do të jetë video gati, është një video profesionale e cila flet për turizmin, sidomos për zonën e Belshit, pse jo edhe për në Dumre flitet, por deri diku kemi përmendur edhe pjesët historike ose historinë, si më thënë më saktë, apo jo Gers? historike, liçenet, kemi përmendur Po. arkeologjinë, hotelet e reja, bujtinat, Po. paka shumë çka rrethon Belshin. Unë i preka pak më parë këto gjëra që sapo folëm bashk, por gjithsesi po ja lëm të shikojnë fansat e mi, të shikojnë videon në ditët në vazhdim, besoj se këto 2-3 ditë video do të jetë në kanal. Me Atëherë- pamjet e mrekullueshme që ke bërë ti Po, me dron. një nga fotot Besoj e se do të pasqyrova dhe mrekullohen pak edhe shikuesit. një nga fotot e pasqyrova dhe pak minuta më parë atë foton cilën e bëm me dron, që ishte 500 metra lartësi, Ajo ishte jashtëzakonshme. kështu që Domethënë e bëre ti edhe, do ta kisha bërë unë. po mirë, dakord, bashkë kemi bërë. Po, në rregull. Atëherë ju përshëndesim. Gersi është një person që njeh shumë mirë zonën, ndaj edhe kontaktova për të bërë videon për të cilën ju fola pak më parë. Është një person që njeh mirë median, njeh mirë zonën, historinë, kështu që e kontaktova për të bërë videon, cilën do të transmetoj besoj se këto 2-3 ditë në kanalin tim YouTube. Është një pamje shumë relaksuese.
Si shojmë, jem pamje shumë bukura nga Belshi. Belshi i cili tashme njihet shumë bukur si zonë turistike. Pra turizmi këtu ka evoluar. Pra Mary Gersin po flisja pikërisht për këtë foto. Në video do ta shikoni videon në ditët në vazhdim, siç e thash. Pra kemi përdorur disa plane në lartësi të konsiderueshme, po duken thojse të gjithë liqenet, thojse të gjithë jo, po duken shumë nga liqenet. Pra siç e shohim, kjo është zona e Belshit, e Dumres, shikoni pamjet. Shikoni sa liqene janë. Ishte ky liqeni këtu, i vogli fare. Është liqen shumë i bukur. Pra do të jetë një video fantastike këtu në Belsh. Ka disa ditë që kam planifikuar një video të tillë. Ndaj edhe erdha sot, disa pamje të tjera do t'i bëj edhe nesër, sepse nuk arrita që t'i përfundoj të gjitha pamjet sot. Ladi, Hatia, po Ladi. Janë vërtet pamje shumë të bukura nga Belshi. Realisht Belshi ka qenë me pamje shumë të këqija, si mund të them, ka patur shumë kioska, shumë ndërtime buzë liqenit, por si që shohim tashme, çdo gjë është okej. Do doja të fokusoja pak pjesën e ndërtimeve, si që shohim, edhe fshatrat për rreth janë bërë me vila 2 ose 3 kat. Pra kemi një zonë shumë të bukur këtu në Belsh. Pra shumë pak shohim shtëpi të vogla. Në përgjithësi janë shtëpi shumë të bukura, sepse kjo zonë themi ne e ka ngur shumë kurbetin, si mund të them, me kuptimin real të fjalës. Janë persona të cilët kanë punuar shumë në kurbet. Gimi, po, këtë drejt, haja gabina. Pra, kemi 2 gabina. Okej? Se e përmendi Gimi, unë e kam përmendur edhe tek një video pak parë. Pra, kemi një gabinë elektrike aty, që është lënë për turpin e Zotit. Por, po zbres edhe pak më poshtë, kemi edhe një gabinë tjetër, e cila është aty, për bri. Pra, janë 2 gabina që mendoj se do në eliminuar patjetër. Shikoni sa pamje të bukura. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Tash me freskoj disi koha. Vazhdojmë.
Shikoj që numri i ndjekësve po rritet gradualisht. Kush dëshiron mund ta shpërndajë këtë video në grupe të ndryshme ose faqe, kush ka ndonjë faqe të madhe, për të patur sa më shumë persona në transmetim të drejt për drejt. Kështu që nëse dëshiron dikush mund ta bëjë share linkun. Pra, si që shohim edhe nga pamjet, nuk mungon detaj ku pemet janë lyer me gëlqire, më pëlqen ky detaj. Në një distancë të afërt kemi edhe koshat e mbetërinave, pra kemi koshin këtu, kemi edhe kosh diku aty afër. Kështu që shumë okay. Shikoj që edhe tek pjesa këtu sipër kemi pemë, cilët janë lyer me gëlqire, gjë e mirë kjo. Pra është një gjelbërim vërtet shumë i bukur tek kjo pjesa këtu. Si duket edhe nga pamjet, kemi edhe të rinj apo persona të ndryshëm të cilët shëtisin në këtë shëtitore. Është vërtet shumë e bukur. Një shëtitje këtu është vërtet e relaksuese. Enzo, faleminderit. Pra kam theksuar edhe tek një live stream tjetër. Në pjesën ballore kemi një gabinë elektrike. Nuk e di sepse qëndron ajo aty, por personat kompetent mund ta dinë më saktë. Pra ajo shumë mirë mund të spostohej aty. Të paktën do ishte deri diku larg perimetrit ku kalojnë fëmijët. Shumë tela elektrik lart. Ja një gjë që nuk më pëlqen. Gjithmonë nuk më pëlqen pjesa e telave të elektrik. Do dëshiroja që ato të ishin toksore, pra të kalonin me tubacion poshtë në tokë. Pra vërtet shumë gabim kjo, gabim elektrike këtu. Më vjen keq, por siç e shohim kemi edhe automatin jashtë. Shpresoj që në videon tjetër mos jetë kjo gabim këtu. Atëherë Enzo shkruan për pelikan. Nuk ka pelikan këtu, pelikanët janë divjak. Tu është këndi për ironi të fatit. Kemi këndin e loreve për fëmijë këtu, ndërsa për briti kemi gabinën elektrike. Shpresoj që kjo të hiqet, edhe besoj se do të hiqet, sepse kam dëgjuar edhe nga dikush tjetër që është bërë plani për të hequr kjo gabinë. Megjithëse përmenda Divjakën pak më parë, kam planifikuar që të bëj edhe aty një video në Divjak së shpejti. Problemin e kam tek interneti fatikisht, është diçka që duhet ta zgjidh. Sepse interneti është pak problem. Në mars kam kaluar numrin me kontratë për të patur, për të përfituar ofertën me 40 giga internet, sepse do të transmetoja live stream. Por në momentin që më kalova numrin me kontratë, interneti çuditërisht u bë më i dobët.
Pra, në vërtet jam ndjerë shumë keq, sepse interneti tash që kam me kontratë, është më i dobët se kur e kisha me numër të lirë, pra me rimbushje. Ndërkohë që kam telefonuar kompaninë One, ku kam kërkuar zgjidhjen e kontratës, por ato nuk e zgjidhin kontratën, sepse kjo kontratë është për 1 vit, ku nuk zgjidhet kontrata. Nuk e kam problemin të kontrata, problemin e kam tek interneti dhe transmetimi, pra interneti me kufizon tek transmetimi, sepse nuk transmetoj dot në format full high definition. Po Enzo, vërtet shumë pamje e keqe ajo. Pra këndi lojërve të afër dhe telet elektrik sipër. Fation Saliu, faleminderit. Peshk? I bie? Po që, ke hedhur shumë grepa? Pa kalam, pa kështu, vetëm grepa? Pra kemi një djalosh i cili po peshkon këtu. Isha kurioz sepse nuk pash si themin e kalamin e peshkut. Pra është një metodë tjetër për të kapur peshk. Po ka peshk? Si s'ka. Ka, e? Është i shishëm, është i mirë? Ndërkohë që shikojmë ku janë vendosur dhe telet. Pra grepat janë këtu. Siç mund ta shohim dhe nga pamjet afër. Është një mënyrë peshkimi që unë se kisha hasur më parë. Pra kemi 1, 2, 3 rreth 10 grepa ose rreth 10 dhe ja vendosur gjitha këtu. Okej. Pra ti ke hedhur kështu? Pa. Sa distancë mund të ketë krijuar grepi tani? Ose e gogla që mban grepi, si ta them? 12 metra. 12 metra? Po. Ke zënë sot? Ja, do e tregoja, po. S'ke bateri? Do jetë zero. Okej, mirë. Peshkim të mbarë, pra. Shko të mbarë. Atëherë, vazhdojmë. Pra, si që shohim, kemi personat cilët bëjnë shëtitjen e mbrëmjes. Sipas personave që kam pyetur, këtu ka edhe shumë qytetarë cilët bëjnë vrap në orët e mëngjesit. Pra, është një shëtitore mjaft e volitshme për qytetarët e Belshit. Tashme jemi në një temperaturë prej 20 gradësh. Të paktën kështu thot telefoni im.
Këtu vinë shumë qytetarë nga Elbasani, këtu në Belsh, sepse është edhe afër, është një distancë prej 30 kilometrash në Elbasani dhe 70 kilometra nga Tirana. Pra është shumë afër, edhe shumë bukur, është shumë qetë, shumë pastër, por mbi të gjitha këtu ka shumë njerëz të kulturuar. Pra niveli i kulturës këtu është maksimal. Për këtë është e garantuar kjo që ka shumë njerëz të mirë këtu në Belsh. Pa diskutim që nuk ka pyll pa derra, por në përgjithësi njerëzit këtu janë njerëz bujar, njerëz të qetë, janë dashamirës shumë. Shpresoj që mos na lej interneti, sepse pak më parë më erdhi dhe mesazhi që ke konsumuar 80% të kapacitetit të internetit. Pra nga data 1 e këtij muaji, unë kam harxuar rreth 30 giga, ose diku më shumë se 30 giga, ndoshta i bie 32 giga, nuk e di. Kështu që është shumë problem për mua pjesa e internetit. Isha më mirë kur isha pa kontratë. Atëherë Enzo më shkruan, ndërro operator. Enzo nuk mund të ndrosh operator sepse është nënshkruar një kontratë e cila është 1 vjeçare me One, sepse atë duhet bëja, duhet të kaloja numrin. Dakord, okay, mos e ndroja me kontratë, por të paktën të kaloja numrin në numër normal. Por kompania nuk e lejon ndryshimin, sepse thotë keni nënshkruar një kontratë. Zgjidhja do të jetë vetëm ndryshimi. Dhe
transmetimi me numër tjetër me hotspot, pra një telefon i dytë që mund të japi hotspot telefonit kryesor. Koha shumë e bukur Enzo. Kishte pak prezencë të reve ku erdhëm, por tashmë është e hapur totalisht. Florent Lapa na shkruan, faleminderit Florent. Shikoj që tashmë ka shumë shkronja. Atëherë edhe pak minuta do të vazhdojmë sepse do duhet ta ndërpres transmetimin. Enzo
na shkruan Enzo. Enzo do të shkoj në shtëpi, se unë jam afër, 30 km jam larg. Pra nuk do të qëndroj në hotel, sepse jam afër. S'ka arsye. Pra është një perëndim i bukur ky. Është një pamje shumë e bukur nga qyteti i Belçit. Okej, miqtë mi, atëherë për personat cilët nuk e kanë ndjekur live streamin që nga fillimi, sepse jemi në 1 orë 40 minuta transmetim, mund të kthehen pas në video dhe mund ta ndjekin videon që nga fillimi. Unë pas pak duhet t'ju përshëndes, sepse kaq është mundësia e transmetimit ton. Tashmë po afrohemi qendrës dhe aty do të bëj dhe mbylljen e transmetimit. Kush dëshiron mund të bëj subscribe në kanalin tim YouTube, por mund të klikoj edhe në shenjën e zilës për të njoftuar sapo unë futem live. Syro Qelliu, faleminderit për komentin Syro. Të përshëndes dhe unë. Mëson peshkimit? Përshëndes. Edison. Përshëndes dhe unë. Është një pasërti të cilën rrallë e has në për qytete të tjera, pra si që shikoni edhe nga pamjet direkte. Është shumë bukur, është shumë pastër, njerëzit shëtisin tek shëtetorja buz liqenit të Belçit. Do t'ju sugjeroja që të vini ta vizitoni qytetin e vogël të Belçit. Tashmë është një qytet turistik. Pra, tashmë do afrohemi qendrës së qytetit të vogël të Belçit.
Jemi në efektin e dritave. Është një pamje shumë e bukur fatikisht, ku njerëzit shëtisin. Problemi që nuk komentoj dot në qendër është sepse ka muzikë dhe muzika me bllokon videon. Ndaj kam pamundur edhe të përgjigjem komenteve tuaja. Ndërkohë ju le pamjet në vazhdim sepse unë do të vazhdoj fikse edhe 10 minuta. Edhe do të mbyll live streamin, kështu që mund të qëndroni edhe 10 minuta me mua. Thjesht për të saktësuar kohën 2 orë transmetim. Edhe do të ndahemi së bashku për sonde nga Belshi. Kështu që ju përshëndes, nëse nuk ju përshëndes në mbyllje, po ju përshëndes që tani. Dhe ju ftoj të ndiqni videot e tjera që keni në kanalin tim në YouTube, të cilët janë hedhur rishtazi. Janë video shumë bukura nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, ku do të theksoja keni videon nga Saranda, i cili është video e fundit që kam hedhur në YouTube. Por keni edhe video në Gjirakastrës, keni video nga qyteti i vogël i Tepelenës. Gjithashtu keni edhe video në Fierit. Keni video shumë bukur nga Fieri, ku kam përgatitur një reportazh aty. U flitet për turizmin dhe për zonat të cilat rekomandohen për të vizituar në turizëm, për sa i përket qytetit Fierit, por edhe qyteteve tjera që ne kemi hedhur në YouTube. Video të tjera do të vazhdojmë të hedhim në ditët në vazhdim. Besoj se video radhës do të jetë në qytetin e bukur të Beratit. Ndaj ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin tim YouTube për të qenë të azhurnuar me të gjithë punimet që unë afroj aty. Atëherë ju përshëndes gjithëve nga Belshi, ju uroj të kaloni sa më bukur. Do të vazhdoj edhe 8 minuta. Ndërkohë, po ju sjell pamjet pa koment, duke ju uruar një natë sa më të bukur. Dhe faleminderit që më ndiqni gjithmonë